Ibrahimi a.s. bab i pejgamberve, ka qenë zotrus i shumë tokave dhe i mira krerëve bakti. Por kur u kërku prej ti për me bërë kurban të birin, a ju nis pas një hezitim ta bëj kurban djalin e ti. A i kishte me mira krerë të kafshëve. Nuk unë dalë për t'i thonë Zotit, o Zot, si po murdhnon mua me prej djalin e vetëm kurban, kurse unë e kam me mira krerë kafsh, që ato janë të destinume apo të krijume për të ushqyer njeriu. Dhe ato dojmë mi bë kurban. Mirë pa ju nes nga parimi, urdhni i Zotit është ky. Nuk e diskutoj urdhnin e Zotit.